Komisioni për Bujqësinë, Ushqimin dhe Zhvillimin Rural është komision, në fakt, nga komisionet e reja të parlamentit, edhe realisht doja të shpreha një vlerësim shumë pozitiv për krijimin e këtyre komisioneve të reja, duke krijuar shumë të tepër hapësira që të kemi diskutim më të plot për sa i përket të gjithë situatës që ne kemi në raport me ligje thelbësore dhe politika thelbësore që zhvillohen në Parlamentin e Shqipërisë. Natyrisht, duke qenë një komision i ri, ne kemi pasur problematika që në fillim të këtij sesioni për të strukturuar punën e komisionit, kemi kaluar një vendim të parë për ndarjen në 3 nën komisione, ku 3 nga kolegët tanë me konsensus plot kanë marrë drejtimin e 3 nën komisioneve për infrastrukturën dhe zhvillimin rural, për ushqimin dhe për mbështetjen financiare të bujqësisë. Natyrisht, duke qenë se jemi një komision i ri, që ne kemi pasur pak më pak vërtetëri se komisionet e tjera, kemi zhvilluar 11 mbledhje të komisionit, kemi pasur 4 dëgjesa publike me shoqërinë, me grupet interesit, me shoqërinë civile, kemi pasur 2 dëgjesa me ministrin dhe përfaqësues të kabinetit ministrit, dhe do doja të thoja dhe unë që në fillim të fjalës sime që padyshim jam jashtëzakonisht shumë mbështetës për vërtetërinë e të gjithë anëtarëve të komisionit, përfaqësues të grupit tonë politik, të cilët kanë marrë pjesë në gjitha mbledhjet. Kemi pasur mungesa minimale gjatë aktivitetit të komisionit dhe po ashtu kemi pasur një aktivitet jashtëzakonisht shumë të koordinuar ndërmjet nesh, për sa i përket edhe diskutimeve politike në seancat e komisionit ku kemi zhvilluar. Po ashtu komisioni është për të vlerësuar edhe nga pikpamja e rakordimit me kabinetin e ministrit dhe me ministrin përkatës të bujqësisë, duke krijuar një raport, mund të them, shumë pozitiv me institucionin që mbulon komisionin tonë. Për sa i përket pastaj asaj që dhe kolegët e thanë këtu, do doja të bëja 2 komente. E para që ka të bëjë me dispečerinë e shpërndarjes punës së kuvendit. Është e vërtetë që ne jemi komision i ri, jemi komision që mbulon një sektor të caktuar. Por nuk ka asgjë të keqe që ky komision, sipas edhe komisionet e tjera, të marrin më shumë ngarkesë. Natyrisht jemi komisioni i bujqësisë dhe duhet mbulojmë ligjet që prodhon Ministria e Bujqësisë, që ka qenë një ligj, mbase një ligj në sesionin që kaloi, dhe me insistim dhe me kërkesë kemi marrë disa, le të themi, diskutime për dhënie mendimi në seancat tona të komisionit. Ne vetë ofrojmë dhe kemi diskutuar këtë edhe me kolegët, që pse jo mbase gjëra që janë mbase specifike për bujqësinë të kalojnë edhe për komisionet tona, duke plotësuar më mirë ato hapësira që ka kuvendi. Dhe për sa i përket aktiviteteve, ne e kam dhe në pjesën e 2 të diskutimit për sa i përket veprimtarisë komisionit. Padyshim është komision që ka një hapësirë shumë të madhe për diskutuar dhe për të shndruar në një platformë të politikave të ngritur nga ministria, nga qeveria, nga, le të themi, krau jon për sa i përket bujqësisë, dhe këtë duhet ta rakordojmë gjithmonë më shumë, edhe kemi përpjekur me ministrin t'i afrohemi si komision për ta shoqëruar atë në aktivitete, për të bërë pjesën tonë mbulimit politik. Dhe besoj që do të kemi vërtetërisht shumë të theksuar gjatë sesionit tjetër për sa i përket këtij sektori, edhe pse ka pasur disa aktivitete publike të sektorit që ne mbulojmë, komisioni nuk ka qenë i ftuar dhe kemi pasur një shqetësim nga komisioni, ja kam ngritur edhe kryesisë grupit, që kur ka aktivitete të sektorit, mbase jo të gjithë, por një pjesë e kolegëve do duhet të shoqërojnë këto aktivitete. Për sa i përket vitit të ardhshëm edhe asaj çfarë ne kemi rakorduar në një takim informal fakt të realizuar në fund të vitit së bashku me ministrin përkatës, janë padyshim puna që duhet të insistojmë në për sa i përket ligjeve që vijnë nga procesi i integrimit. Aty ne jemi, besoj, shumë kompakt dhe s'kemi asnjë shqetësim që të bëjmë procedurë sa më të mirë të mundshme. Monitorimin të rend veprimtarive të përfshira në fushën e përgjegjësisë komisionit, ku thash ka shumë të bëjë mbështetje që duhet të japin politikat ngritur nga ministria. Padyshim, komisioni mund të bëjë politikat e tij, por besoj detyra kryesore vazhdon të jetë mbështetja politikave që vijnë
nga institucionet qendrore, monitorimi i zbatimit politikave dhe strategjive kombëtare të bujqësisë, edhe për këtë me ministrin kemi një platformë cilën do ta bëjmë publike, besoj, në mbas mbledhjen e ardhshme të këtij formati, mbikëqyrjen e fondeve publike dhe instrumentave në mbështetje të bujqësisë, po ashtu është pjesë e objektive që kemi në sesionin që vjen, shfrytëzimi i mundësive të krijuara nga rregullorat e kuvendit dhe platforma digjitale për transparencë dhe konsultim publik. Kemi pasur si komision, mbas edhe për të bërë atë që përmenda më sipër, hapësirën për të vendosur më shumë raport me, le të them, sektorin që ne mbulojmë. Megjithatë, shumë faleminderit kolegëve që kanë qenë pjesë e diskutimeve në komisionin tonë. Do e bëja këto dy kërkesa, pra e para që të kishim mundësi që dispečërimi i ngarkesës parlamentare të bëhet në raport drejt me komisionet, nuk ka pse të kemi, thash, emrat mund të kemi të ndryshëm, por përbërjen e kemi të njëjtë, pra komisionet të reja, komisione specifike mund të përdoren tani që është kjo ngarkesë më e madhe, edhe për më shumë punë parlamentare dhe natyrisht kërkesën e vazhdueshme që duke qenë që të gjithë përfaqësojmë zonat tona elektorale, të jemi më shumë terren për politikat që do duhet të realizojmë në kuadrin e mbrojtjes politikave qeveritare. Shumë faleminderit.